Kur duhet të çelim iftarin edhe vlerat e tij? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur që ne t'i kushtojmë rëndësi çeljes së iftarit në kohë. Dhe kur themi çeljes së iftarit në kohë, nuk ka nevojë që njerëzit hyjnë nëpër pallate apo nëpër minare xhamiash apo nëpër kodra dhe nëpër male për të parë se kur po perëndon dhe si po perëndon. Dihet tashmë që njerëzit i përmbahen një kalendari i cili tregon se kur perëndon dielli, ashtu siç i përmbahen një kalendari i cili tregon se kur del për herë të parë drita e agimit. Është mirë që në këtë kohë të çelet iftari. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu xhalla xhelaluhu e ka fshehur mbarësinë dhe bekimin në ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, përderisa ata e kanë në, le të themi, si cilësi të tyre, ose si shprehi të tyre në çeljen e iftarit në kohën e vet. Dhe është prej gabimeve në çeljen e iftarit vonesa e iftarit më shumë se sa koha e vet për të siguruar apo me prit derisa të rresohet apo me prit derisa të dalin yjet. Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që me të perënduar dielli, pra me thirrjen e ezanit të akşamit, të çelet iftari. Është mirë që në këtë kohë të bëhet dua, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithin e saktë, dhe agjëruesi ka një lutje në kohën e çeljes së iftarit. Pra një lutje e ka gjatë agjërimit gjithë ditën dhe një lutje e ka në kohën e çeljes së iftarit. Është mirë që iftari të çelet nëse është e mundur gjithmonë me hurma arabie, pra me ato hurmat e palmës dhe ujë. E nëse nuk ka hurma palme, pra atëherë çelet vetëm me ujë. E nëse nuk ka, atëherë mund çelet me çdo gjë tjetër. E rëndësishme është që të çelet qoftë edhe me një gjethe peme. E rëndësishme është që njeriu ta çeli, pra ta prishi edhe të futet në pjesën tjetër. Ajo që pëlqej gjithashtu është që e çel me diçka të lehtë, falet akşami dhe pastaj mund të konsumohet ushqim. Edhe jo që njeriu të hotohet në të ngrënë, në të pirën dhe në konsumimin e ushqimit dhe pastaj ta lej akşamin për në fund fare apo ta bashkoj atë me jacinë e tjerë, sepse i bie që të dali nga qëllimi. Kështu që çelet me diçka të lehtë dhe pastaj falet akşami dhe pastaj konsumohet darka. Ajo që gjithashtu duhet parasysh në kohën e iftarit është që besimtari, domethënë, mundohet me ato mundësi që i ka fal Allahu të bëj iftar për njerëzit e tjerë. Sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi." Ai njeri që jep iftar një agjëruesi e merr shpërblimin si vet agjëruesi. Ai njeri që jep një iftar agjëruesit, nuk tha ai që jep i gotë ujë, as nuk tha ai që jep 3 kokra hurme. Ai njeri që jep një iftar një agjëruesi, pra e ngop me ushqim, i jep ushqim, ai do të marrë shpërblimin e agjëruesit. Agjëruesi merr shpërblimin e vet, si analon Zoti shpërblimin, po edhe ky që i bëri atij iftarin do të marrë si shpërblimi i atij. Edhe diçka tjetër, duhet që të jemi pak, si më thënë, të urtë dhe të kujdesshëm në kohën e iftarit dhe në çeljen e iftarit, që do të thotë mos të shpërdorojmë. Njeriu kur është agjërueshëm e tepron në atë që blen edhe në atë që mendon se do të konsumojë. Për këtë arsye dhe shfaqen, le të themi, forma nga më të ndryshme të shpërdorimit në llojshmëri apo në sasi. Dhe kjo nuk është e këshillueshme as fetarisht, po as mjekësisht. Pasi, domethënë, përzierja e gjërave nuk është ndonjë gjë e shëndetshme, po edhe llojshmëria e tyre nuk është ndonjë gjë e shëndetshme, po edhe teprimi nuk është ndonjë gjë e shëndetshme. Dëmi më i madh i teprimit në iftar vjen në namazin e jacis dhe në namazin e teravive. I hik lezeti dhe i hik shija. Pasha Zotin e madh, sa herë ka qenë iftari i lehtë, është ndjer jacia dhe është ndjer teravia. Dhe sa herë që ka qenë iftari i rënd, në llojshmëri apo në sasi, i ka hik shija dhe lezeti i jacisë dhe teravive. Dhe kjo është e provuar dhe dihet.
Është normale, nuk ka nevojë, nuk mund të quhet zbulim i Hoxha Ahmet Kalasku. Kjo është gjë që dihet. Botërisht në momentin që njeriu e tepron në të ngrënë apo ha shumë, sidomos mbas një dite të lodhshme, agjërimi, etje dhe urije, për këtë arsye po të shohësh njerëzit për shembull, në momentin që e çelin me diçka të lehtë, sikur ju mjafton, domethënë është edhe psiqike situata, është ka të bëjë edhe me të menduarit. E rëndësishme, nuk duhet tepruar, ashtu siç edhe nëse tepron diçka nuk duhet gjuajtur. Merret gjëja e pastër dhe mund të jepet dikujt që nuk ka mundësi, pse duhet hedh. Allahu xhalla xhelalu thot në Kur'an: Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Ata që shpërdorojnë janë vëllezërit e djallit, janë vëllezërit e drejtit. Kështu që njeriu edhe me qenë agjërueshëm dhe vllai i drejtit në të njëjtën kohë sikur s'ka lezet dhe sikur nuk shkon.